Ka mjaftuar vetëm një deklaratë e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për Kosovën në Serbi dhe debati për kombin shqiptar të kaloj edhe në nivelin më të lartë shtetëror. Së fundmi në debat u përfshi edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Në një intervistë dhënë për mediat në Shqipëri, ai ka thënë se kryeministri Rama nuk ka thënë asgjë më shumë përpos asaj që i takon. Madje ka deklaruar se për të kombi shqiptar është një si për shtetasit e Shqipërisë, si për shqiptarët e Kosovës. E për këto deklarata, presidenti Thaçi nga disa analistë në vend ka marrë mbështetje, e disa e kanë cilësuar edhe si shkelës të betimit mbi Kushtetutën e Kosovës. Analisti politik Adrian Çollaku këtë debat e ka cilësuar si të pafund ku askush nuk mund t'ja vë pikën. Thotë se kjo çështje u konvenon liderëve ose udhëheqësve shtetëror, pasi që duke u marrë me këtë problem, temat reale i lën anash. Nuk mendoj që është shkel betimit që ka dhënë për Kushtetutën, pra mirë po është drejt të thotë edhe analistëve që ta kenë këtë çështje ose ta kenë këtë mendim rreth kombit, rreth këtyre temave, Kosova, Shqipëria, kosovarizmi, mirë po nuk mendoj të thotë që kemi të bëjmë një shkelje të Kushtetutës nga ana e presidentit. Ky debat sipas Çollakut nuk rezulton asgjë në të mirë të qytetarëve të Kosovës. Nga ana tjetër, Bajrush Morina thotë se ka vetëm një komb dhe ai komb ka traditë, kulturë e lashtësi dhe është kombi shqiptar. Deklaron se nuk mund të krijohet një komb, siç thot ai, hibrid artificial pa kulturë e pa asnjë element të përbashkët. Ka shqiptarë të cilët anë mban Evropës dhe botës, janë shqiptarë, por kanë përkatësitë shtetërore të vendeve ku jetojnë. Unë jam dhe besoj që shumica shqiptarëve që jetojnë në Kosovë janë përkatësisë kombëtare shqiptare dhe kanë shtetësinë e Kosovës. Nuk i kuptoj se si duan që të dalin edhe një herë me katolikë se papa, apo që nxënësit duan ta mësojnë, ta shtuqujtin profesor tyre se çka është kombi dhe çka është shtetësia. Ka vetëm komb shqiptar dhe ka disa shtetësi dhe ka shqiptar që kanë disa shtetësi. E analistët të cilët nuk janë pajtuar me deklaratat e presidentit Thaçi janë Halil Matoshi dhe Nexhmedin Spahiu. Bile Matoshi ka shkruar në profilin e tij në Facebook se Thaçi e ka shkelur betimin mbi Kushtetutën e Kosovës.